Para se me fillu sot flasim për çiftelin, do të kisha lut njerë që ta shikoni video numër 1 ku janë do hapa mjaft të rëndësishme edhe në atë video. Mbasi tham radhës tjetër se çiftelia është një instrument që duhet t'i plotësoj disa kushte, mos e kite bishtin, shtremet edhe se në tjera. Me rëndësi është edhe ura e çiftelisë, kjo pjesa këtu, pasi që në rast se ura nuk gjendet në pozicionin e duhur, notat nuk dalën të pastërta. Si ta dim se është ura në pozicionin e duhur, vendin e duhur? Është shumë lehtë. Mjafton të mirët edhe një format letre A4, edhe nëse ne e vendojmë prej fushës fundit këtu, deri te pjesa e notës, do me thonë shkojmë 1, 2, 3, nota e 4, edhe do ta vendojmë këtë fletën vetëm si mas. Masandej e shkojmë edhe 2 herë poshtë. 1. Edhe ku vjen pjesa e dytë, bashku mbaron fundi, do me thonë, i masës, aty duhet t'jete e vendosur ura e çiftelisë. Sa i përket telave, telat jo gjithmonë kanë të njëjtën trashësi, por çiftelia terin e ka të masës 008. Në mërgim shpesh herë ndodh që dikush thot u kput telin, nuk kam ku me gjetë, se jo, është shumë lehtë. Mjafton të shkohet merret teli i një gitare akustike i trashësisht 008. Sa i përket percës, perca duhet të jetë 38 mm. Kur ndëgjojmë melodi ose këngë, çdo këngë dhe çdo melodi është ndajtur në kohë, do me thonë i ka dysa kohë, zakonisht janë 2 kohë, por mund të ketë edhe më shumë, 3, 4, 5. Çka është koha? Koha është pjesa ku ndryshon melodia në të njëjtën këngë. Ka rëndësi edhe lëvizja e dorës ku mbahet perca, shkaku se çdo melodi e ka lëvizjen e njëjtë gjatë gjithë kohës. Gjatë ekzekutimit melodive është edhe shumë me rëndësi, unë do ta kisha quajtur pushimi me gisht, mbasi që kur duam ta nxjerrim një tingull, tingulli ka atë gjatësinë e vet kohore. Shkojmë e japim një shembull. Këtë mund ta quash një tingull gjatë. Mirë po, kur e përdor pushimin e gishtit, e shkurton tingullimin e notës. Ja, shembull, e njëjta notë, por me pushim gishtit. Në këtë mënyrë, gishti vetëm sa e lejon telin që ngrihet, të largohet prej hekrave këtu, edhe mos të vazhdoj atë tingullimin e vet. Edhe njëherë pra shkojmë e bëjmë tingullimin normale, të gjatë që e ka tingulli, edhe tingullimin e shkurt me pushim gishtit. Shpesh herë duke ra çiftelisë, përdoret edhe, do të kisha thonë, përkthjerja e telit. Nëse njëherë i mshojmë telit, dalin gati se 2 nota. Pra është tingulli i plot, gjysmë tingulli kisha thonë, edhe tingulli i përgjysmuar. Dikush kishte pyetur edhe sa shpesh përdoret teli i jepër i çiftelisë. Po kjo varet edhe nga melodia. Ka melodi të cilat përdorin gati se gjys për gjys telin e jepër, ka melodi të cilat përdorin shumë pak, por në përgjithësi në gjitha meloditë që kemi, do të kisha thonë se përdoret si rradhë. Përdorimi i telit tepër shpesh herë mund të përdoret në atë mënyrë që në vend që të tingëlloj nota këtu, e përdorin notën në këtë fushë këtu. Për çka bëhet kjo? Po kjo bëhet për arsye se është shumë rëndë nëse ke të bësh një melodi që përdor notat poshtë, edhe shumë shpesh duhet ta përdorish këtë notën këtu.
Kështu që mos lëviz dora shumë shpejt, ku dhe probabiliteti është që do të gabohet në rast se lëviz shumë shpejt këtë gjatësi të madhe. Në rast se e përdor këtë notë këtu, arrin ta krijosh melodinë gati se sikur me përdor notën në këtë fushën këtu. Japim një shembull që quhet melodia e kambanave. Njëherë do ta bëj me këtë notën këtu, e më andaj do ta provojmë edhe me këtë notën këtu, ta shohim se melodia del gati se e njëjtë. Tash do të shkojmë do ta bëjmë për të njëjtën melodi me përdorimin e notës këtu ose përndryshe teli tepër. Tash do t'jap një shembull ku në një këngë popullore përdoret edhe teli jepër edhe teli poshtër, do me thonë të dy shtypen minjëherë. Kënga titullohet Kur ka dal e bardha verë. Siç thash edhe më parë, përdoret edhe në ekzekutimin e melodive folkloristike vetëm me instrument. Shkoj pra jap një shembull në këtë rast. Nëpër meloditë popullore, shpesh herë kur këndohet ndonjë këngë, mund ta dëgjojmë edhe një farë të kërsitme. Ajo kërsitme është kërsitmja e gishtave. Gjatë ramjes së melodisë, i mbledhem gishtën në këtë mënyrë edhe vetëm kur i lëshon, atëherë kërset të drasa e çiftelisë. Si shembull do ta marr këngën Lufta e Albulenës.